Strukturat e policisë së shtetit vjojnë kontrollet intensive për të parandaluar dhe goditur aktivitetet e paligjshme, veçanërisht ato që lidhen me narkotikët dhe armbajtjen pa leje. Në këtë kuadër, seksioni për hetimin e narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë së Tiranës ka zhvilluar operacionin e koduar Mix, duke çmontuar një rast të rënd të përdorimit të një lokali si qendër shpërndarje të drogës dhe armëve. Si rezultati i këtij operacioni, policia ka arrestuar 18 vjeçarin Ledion Tosku, ndërsa ka shpallur në kërkim 26 vjeçarin Gentian Cenaj, të dy banues në Tiranë. Sipas burimeve zyrtare, pronari i lokalit ku zhvilloi aktiviteti i paligjshëm është në arati dhe po kërkohet nga autoritetet. Gjatë kontrollit të kryer në ambientet e lokalit, shërbimet e policisë kanë sekuestruar një armë zjarri tip pistolet me municion luftarak, 3 krahëra pistolete, 4 armë të ftohta, thika dhe shufra metalike, prova të tjera materiale që dyshohet se do të ndihmojnë në hetimin e mëtejshëm të kësaj veprimtarie kriminale. Policia ka konfirmuar se hetimet vijojnë për të dokumentuar të plot këtë rrjet kriminal dhe për të vendosur përpara drejtësisë të gjithë personat e përfshirë. Operacioni Mix është pjesë e strategjisë zgjeruar të policisë së shtetit për të luftuar fenomenet kriminale që rrezikojnë sigurinë publike.